Aeroplan mbajtëse amerikane USS Gerald Ford, e konsideruar si më e madhja dhe më e avancuara teknologjikisht në flotën e SBA-s, u largua këtë të njëjtën nga Kreta pas disa ditësh qëndrimi në bazën e mbështetjes zyrtare të SBA-s. Dislokimi i saj në Vezej ishte parë si një pjesë e përgatitjeve ushtarake dhe një sinjal presioni ndaj Teheranit në një periudhë kur tensionet për programimin bërthamor iranian mbeten të larta. Largimi i anijes përkon me hapjen e një raundi të ri bisedimesh indirekte mes Washingtonit dhe Teheranit që po zhvillohen në Zvicër. Me ndërmjetësimin e ministrit të jashtëm të Omanit, delegacionet janë takuar në rezidencën e ambasadorit të Omanit nën masa të forta sigurie, ndërsa autoritetet konfirmuan se palët janë të hapura për ide dhe zgjedhje të reja diplomatike. Ndërkohë, Pentagoni nuk ka dhënë detaje për lëvizjen e aeroplan mbajtëses, ndërsa ambasada amerikane në Athinë ka refuzuar të komentojë, duke ju kaluar përgjegjësinë për informacion Washingtonit zyrtar. Prania e USS Gerald Ford në Meze u pa si pjesë e një pranie të shtuar ushtarake amerikane në rajon. Presidenti amerikan Donald Trump ka paralajmëruar më herët se mund të ndërmarrë veprime të reja ushtarake nëse nuk arrihet një marrëveshje për programimin bërthamor të Iranit, të cilin Perëndimi e sheh në dyshim se mund të synojë prodhimin e armëve atomike. Aktualisht SBA-ja mban në rajon 10 ranie luftarake, përfshirë edhe aeroplan mbajtësin tjetër USS Abraham Lincoln, si dhe destroyer e njësi të tjera detare, një pranie rradhë mes dy aeroplan mbajtësve aktive në të njëjtën kohë. Nga ana tjetër, Irani ka deklaruar se nuk synon të ndërtojë armë bërthamore dhe e cilëson dialogu si një mundësi për të shmangur përshkallëzimin e konfliktit të ri. Bisedimet në Gjenev konsiderohen nga analinë si një përpjekje vendimtare për të ulur tensionet dhe për të parandaluar një përballje të re ushtarake në rajon.